por verifikimi as nuk ndodhi nga prokuroria speciale. Kjo prokurori përkundër se kishte pranuar disa prova, pa i trajtuar fare, kishte ardhur në përfundim se pretendimet janë të paqarta dhe pa mbështetura në prova konkrete. Pas shqyrtimit dhe analizimit të emalit të datës 19 mars 2025, Prokuroria Speciale ka vlerësuar se pretendimet e paraqitura, krahas me dokumentet e bashkangjitura, janë të paqarta dhe të pambështetura në prova konkrete, pasi që ju keni bërë një përshkrim të pretendimeve tuaja lidhur me emalet e pranuara nga Agjencia e Korrupsionit si institucion, ndërsa keni paraqitur kërkesë të veçantë për trajtimin e vetëm disa komunikimeve të cilat i keni në posedim, fotokomunikimin e Viber e tjerë. Si rjedhoi Prokuroria Speciale, kishte udhëzuar Beqën që njoftimin e njëjtë me të gjitha provat mbështetëse, lidhur me të gjitha emailët e pranuara të cilat i kishte vlerësuar Beqa si të dyshimta, t'ia paraqiste policisë së Kosovës në mënyrë që të njëjtit pas vlerësimit të vendosnin lidhur me procedimin e mëtutjeshëm të rastit. Fillimisht më ka bërë një njoftim, përmes cilit është pak e paqartë dhe mu po m'duket një neglizhencë theksuar dhe profesionale, institucionale, dhe kjo përbën cenim serioz sigurisë juridike dhe institucionale të punësime dhe të punës autoritetit konkurrencës. Betimi për drejtësi ka tentuar të zhvillojë intervistë për këtë edhe me kryeprokurorin e speciales, Vlerimi Sufaj, të cilit i ka dërguar edhe pyetjet se pse është vepruar kësaj, mirë po nuk është përgjigjur.